Përshëndetje nderuar shikues të Rahu News. Sot jam përsëri pas një shkëputje me profesor Ertan Kacani. Jam në një kryqëzim shumë të rëndësishëm që gjithë dursakët e vjetër besoj që e njohin. Pra është lagja e vjetër, lagja mes kryqëzimi, po themi pas bankës, kisha ortodokse, shkolla e muzikës këtu përballë me ne, dhe kryqëzimi tjetër është themi kryqëzimi i vjetër i dikurshëm, dhe për këtë jemi sot me profesorin për lagjen e ambasadave, po themi të dikurshme të konsullatave, të kur Durrësi ishte akoma kryeqytet. Falenderoj për ftesën, është një moment shumë i veçantë, faktikisht është folur shumë pak për këtë lloj kryqëzimi. Megjithatë, ky kryqëzim dhe kjo rrugë është shumë e rëndësishme, diku i quhet ndryshe edhe rruga e Skelës ose rruga e Kripës, pasi kishte një seri deposh të Kripës, të cilat i aksesonin për banorët që ishin brenda dhe ato që ishin jashtë, kryesisht si një skelë doganës. Kjo muaj që shohim këtu, ndryshe quheshin edhe pjesa e fort wallit ose pjesa e murit, e cila duhet të merrte edhe bombardimet më të mëdha nga deti, duhet i përballonte, pjesa më e fortë pra. Por në këtë pjesë të seksion të murit, të cili do të ndërtohet gjatë periudhës së Kasabaut 1501-shit, duke u bashkuar mureve bizantine, do të jetë një mur i cili do të kishte një synim kryesisht aksesin drejt për drejt brenda kësaj lagje. Në vitet 1500, në shekullin e 16, në atë kohë sultani i parë i madhërisëm, si quhet Sulejmani i madhërisëm i perandorisë otomane, do të bashkohet fuqimisht me mbretin François i parë i Francës për të lidhur edhe mbas pushtimit, sepse pushtimi është bërë nga Sultan Mehmeti. Është bërë nga Sultan në 1501-shin, po, nga Sultan Mehmeti, por nga 1550 e tutje, Sulejmani i madhërisëm që ishte në pushtet atë kohë do të filloj bashkëpunimin me aleancën me Francën. Në këtë lloj këndvështrimi do të filloj që të futen një seri produkte të reja, do të fillojnë të futen perfumet, kodet e para urbane. Në Francë do të kishin nevojë pikërisht edhe për atë që quhej pastrimi i qyteteve, shumë kala, fortesa, kishin akoma kafsh brenda qytetit. Kodet urbane të qytetit musliman të periudhave osmane do të edukojnë njëkohësisht edhe qytetet perëndimore të asaj kohe që ishin fortësisht ushtarake duke mbajtur kompaktësinë e tyre brenda mureve. Pra do të lindin një seri principesh të reja të urbanistikës, njëkohësisht duke nxitur edhe ndikuar edhe botën perëndimore. Në atë moment do të jetë pikërisht ambasadat franceze të para që do e kuptojnë këtë potencial të mesdheut dhe do të fillojnë të lokalizohen me konsullata të ndryshme në vendet e Marokut, në vendet e Algjerisë, Tunizisë, po njëkohësisht edhe Shqipëria, që ishte njëkohësisht një vend në dominin e perandorisë osmane. Dhe këtu do të lindin pikërisht për marrëveshjet e para, e dokumentuara nga shumë studius edhe historianë, shkencorë të ndryshëm. Ambasadat franceze do të jenë të parat në mesdhe për të kërkuar këtë lloj hegemonie politike edhe tregtare. Në qytetin e Durrësit ishte ngritur, sapo ishte ngritur, kishte 50 vite që ishte ngritur Kasabau, nga 1501 dokumentohet fillimi i ndërtimit të parë direkt, dhe këto mure që ne shohim këtu ishin Kasabau, po themi se po ndërhy, po themi mënyra e ndërtimit të qytetit sipas mentalitetit osman, sepse qyteti ekzistonte me vite, por ato me rregullat osmane. Kasaba, fjalë për fjalë, do të thotë kallamishte. Muret dhe fortifikimet rreth e përqark rrethoheshin nga kallamishte, nga duna dhe nga llogove të ndryshme. Perandoria osmane nuk ishte zonja as inxhinieristikisht për muret, as për metalin e artillerive. Zakonisht për të mbrojtur një qytet vendoste artillerinë mbi një kondër dhe mbante armikun larg fortesës nëpërmjet kanaleve dhe dunave dhe kallamishteve, prandaj del edhe emri Kasaba. Ishte edhe një koncept i higjienës urbane për të mbajtur njëkohësisht malarjen, mushkonjat larg, për të krijuar barriera natyrore dhe familjet më të pasura jetoshin brenda Kasabave. Brenda Kasabaut në Marok, brenda Kasabaut në Algjeri, Kasabaut në Jeruzalem dhe Kasabaut i Durrësit. Tani kjo është lagja e ambasadave. Lagja e ambasadave dhe brenda
Kasabau të Durrësit njëkohësisht u hap edhe një akses i madh, siç e shohim këtu, për të aksesuar drejt për drejt lagjen që do të lindi e konsulatave të para. Në konsulatat e para që do të ndërtohen në qytetin e Durrësit janë konsulata franceze, siç e thamë kuptuam pikërisht në shkallën mesdhetare. Ky segment këtu që kuptojmë është dokumentuar nga shumë autorë të ndryshëm dhe ishte aksesi ku të gjitha ambasadat së bashku shihnin ballë për ballë njëra tjetrës, kishin një hyrje ballore dhe një obor të madh të përbashkët. Kjo gjë është dokumentuar njëkohësisht nga Danish Pebizi, që është dokumentuar nga autoria britanike Edith Durham, po njëkohësisht edhe nga shkencëtarë të tjerë si inxhinieri Walter Stüller, i cili ka folur për hamamin dhe pozitën. Ja, do shkojmë edhe tek hamami. Ajo çfarë kuptojmë është pikërisht pra që të gjitha ambasadat këtu së bashku kishin një hyrje kryesore. Edith Durham do thotë që kjo derë kontrollohej nga një kanvas. Kanvas ishte një veshje tradicionale e korrierit. Pra kudo ku britanikët edhe francezët kafazi që përdorin, që hyrë pastaj në po themi në zhargonin shqip, kafazi i konsulatave, ai që shërbente. Eksakt. Ishte personi kryesor, ishte veshur me zakonisht. Në zhargonin shqip i thonin kafaz, por normalisht është fjala që thoni. Kjo ishte fjala e përdorur nga ndërkombëtarët atë kohë. Po, kurse shqiptarët po themi kthyen edhe për shumë në shqipëruan në kafaz, se i shkonte më përmbar. I shkonte më përmbar kjo. Kjo rrugë këtu ishte rruga e vetme, e cila duke filluar nga 1840, ku do të fillojnë të vinë anijet e para me avull nga deti nëpërmjet qytetit Triestes, do të kenë elektricitet. Pra, në të gjithë qytetin e Durrësit kishte qiri, por kjo ishte lagja e vetme e cila nëpërmjet anijeve me avull, nëpërmjet djegjes karbonit, krijohej elektricitet dhe vinte një rrymë elektrike me anë të një kabulli të madh të trash, nëpërmjet këtu për të komunikuar, për të sjellë elektricitetin dhe për të komunikuar me telegram. Ky ishte edhe avantazhi më i madh politik i qytetit të Durrësit në atë kohë, duke pasur telegrame dhe komunikuar me pjesët e tjera të shteteve evropiane. Pra quhej qytet evropian. Po të themi qytet evropian. Mirë profesor, tani si thua, të lëvizim dhe shkojmë më afër? Po. Ofruam tu te kisha më shumë për t'i treguar njerëzve se ku jemi ne, sepse duke qenë që janë bërë ndryshime, edhe pak njerëz mund ta kuptojnë që ky shkryzim ishim. Pra, dhe tani jemi tek kisha që është dhe kjo goxha e vjetër. Ortodokse. Kisha ortodokse është Shën Asti. Po, Shën Asti. Kisha ortodokse, gjitha kishat ortodokse ne mund t'i kuptojmë fare mirë nga, mund t'i dallojmë në aspektin arkitektonik nga linjat e tullave, të cilat janë përgjatë në vijë horizontale, përgjatë dritarjeve, përgjatë dyreve. Është një teknikë romake faktikisht, por sot konsiderohet si një traditë greke, në Greqi sot çdo lloj gjëje quhet bizantine. Tek do të thoja, nuk është tamam bizantine kjo. Kjo është diçka mes tindjes dhe perëndimit. Kishat shqiptare edhe ritet ortodokse të shqiptarëve të dikush ndryshonin nga ato bizantët. Grekët i fusin gjithë bashkë dhe i bëjnë arkitektura dhe stili ndërtimit, pastaj shpirtërisht dhe teologjikisht mund të flasim për çfarë lloj gjëje, mund të flasim për çfarë lloj konteksti, por arkitektura ku flasim për një ndërtesë të asaj periudhe, nëse do të investohej mirë nga inxhinier në mënyrë që të kishte breza sismik, në mënyrë që të kishte garanci shumë shekullore, atëherë përdorje gjithmonë materiali i tullës në linjat horizontale dhe përgjatë dritarjeve. Kjo nuk ishte diçka për njerëzit normal, për familjet normale, po ndërtohej vetëm për ndërtesat me rëndësi të madhe publike. Dhe çfarë lloj kishe bizantine, pra mund ta quajmë në atë lloj këndvështrimi të dijes mjeshtorore që ekzistonte si një arritshmëria më e lartë për të pasur një ndërtesë rezistente, ishte përdorimi i teknikës romane, pra i mureve lokale, i tullave, i gjithë tjerat me radhë. Jo thjesht bizantine, jo thjesht greke, pra është dije mjeshtorore. Është një përzierje kulturash. Është një përzierje kulturash. Do të thonë kur flasim për ndërtesat, gjithmonë ndërtesat nuk pasqyrojnë vetëm atë aspektin popullor, por pasqyrojnë edhe aspektin teknik të mjeshtërve. Pra atë ishte diçka e cila nuk ishte kufi shtetëror, dija nuk ishte kufi as ndonjëherë perandor akt dhe
ndonjëherë kuptohej fare mirë nga investimet, nga trashësia e mureve, nga teknika, nga shtresëzimet, nga investimet në kohë dhe gjithë tjerë të radhë. Kisha që shohim këtu është ndërtuar në vitin 1994 dhe Kjo është e re. është një kishë e re, e cila u ndërtua si një mënyrë për të shpaguar edhe dëmin që shteti shqiptar bëri ndaj kishës vjetër, që është kishë Shën Spiridonit. Që ne nuk mund të filmojmë dot sepse aty është godina e shërbimit informativ shtetëror, është shishi i quhet, dhe ne aty nuk mund të kthejmë dot kamerën, prandaj edhe po e mbajmë vetëm në këtë pozicion. Eksakt. Sepse normalisht nuk lejohet, është institucion ushtarak. Mirë profesor. Gjatë periudhës diktaturës duhet kuptojmë që shumë ndërhyrje të dhunshme u bën në lagjen Kala. Ne pa më parë ndërtesat e periudhës diktaturës, të cilat u vendosën brenda lagjës, dhe kuptojmë më vonë pse këtu ndërtesa e shërbimit informativ shqiptar nga ky moment, nga viti 67, siç thonte edhe profesori ndjer Tartari, nga ky moment Durrësi humbi mundësinë që të jetë brenda UNESCO-s. Me ndërtimin e ndërtesave të reja të modelit komunist, qyteti i Durrësit brenda lagjes Kala do të zhduki përgjithënjë mundësinë teknike trashëgimore që të dokumentojë dhe të vendosë të gjithë ansamblin e vet të fortesës brenda një protokolli të UNESCO-s. Kujtojmë që qyteti Berati, Gjirokastër janë brenda jo vetëm për Kalan e tyre, por edhe për lagjet jashtë, pra të Pazarit, lagjet e Mangalemit e gjithë tjerat me radhë. Janë të lidha. Ne për momentin kemi shkatruar këtë lloj ansambli të fortifikimit me synimin e vetëm që të kënaqim egon dhe urrëtitjen ndaj institucioneve kishtare, institucioneve muslimane dhe njëkohësisht çfarëdo lloj forme të regjimit politik që dominonte në qytetin e Durrësit për të hapur kapitull të ri të dominimit nga Tirana në aspektin politik. Okej, profesor, afrohemi tek lagja e ambasada ose konsullatave dikushme. Konsullatave. Këtu syja, te kjo rrugë, gjatë viteve 60-70 u hap edhe dera e portit, në mënyrë që të komunikohej për turistët kinezë që vinin atë. Se kam punuar dhe unë aty. Në mënyrë që të lidhte turin industrial me kinezët që vinin për të parë zhvillimin e portit dhe nga krau tjetër për të sjellë këtu tek turi folkloristik, për të parë zhvillimin e koncepti social realizmi, se si pikturat e studentëve tregoshin një emancipim mund të qenë kështu shoqëror. Se këtu fillon shkolla e muzikës? Shkolla e muzikës. Në të vërtetë shprehja social realizmit nuk vinte nga Shqipëria, ishte nga Meksika. Mënyrë popullore qytetarët bëshin figurat e shejtorëve të vet me koka më të mëdha, me trup më të madh. Frida Kahlo argëtoi shumë në këtë mënyrë, duke shprehur ajo mënyrë inovative mbi këtë lloj arti, dhe komunistët do të kopjojnë mënyrën e saj inovative për të krijuar konceptin glorifikues punëtorit. Pra gjithmonë duhet kishte një buzëqeshje në fytyrë, nëse ishte një minator brenda duhet ishte me dorën e madhe, me dorë të madhe me edhe graci burra. Edhe gratë burra, ndonjëherë nëse një gra ishte brenda shtëpisë ishte heroina kuzhinës, ishte pak a shumë koncepti, me veshje deri diku industriale, popullore, një mix, domethënë sikur sapo ishte shpiku që ndistaria, dhe folkloristike deri diku. Tani ne do shkojmë te kryqëzimi aty dhe për të folur për ambasadën. Kjo rrugë që shohim soja është një rrugë e çdërvjellët, kuptojmë pikërisht pra adoptimin e morfologjisë urbane me kontekstin e morfologjisë tokës. Pra nuk është një rrugë e drejtë e ndërtuar si modelit italian nga urbanistika italiane. Kjo është rruga e karrocave dikushme. Është rrugë e karrocave dikushme, pra rrugë pikërisht e adoptuar sipas morfologjisë së dheut dhe përfundonte sipër në një sheshore të madhe ku duhet ndalonte edhe karroca dhe ishte vendi kryesor, zemra e të gjithë ambasadave, ku të gjithë ambasadat komunikonin së bashku. Shkojmë dhe këtu një herë tek ky kryqëzim. Dhe pastaj që shkojmë tek hamami. Këtu do themi për telegramin 5501. Profesor, jemi fut në disa rrugica që thash vetëm ndoshta këtë vjetë mund t'i dinë edhe mund t'i njohim, por unë besoj që është domosdoshme, pavarësisht se sot të janë lënë shumë harres dhe që janë, po themi rreth Kiameti, pa ndërtesa aty është ndërtesa ku është ngrit flamuri, është pall pavarësia. Dhe prandaj jemi këtu, në respekt të atij flamuri. Na i sa diu. Por më shumë mund të flisni ju që jeni ekspert e fushës. Ky kryqëzim këtu, sot ne kemi humbur gati
50% të ndërtesave historike që ndodheshin përçar këtij kujtësimi, duke pasur ndërtesat e reja të viteve 60 në tuaj vitet e 1960, por ky kujtësim pikërisht në këtë kujtësim ku ishte bashkimi të gjithë ambasadave të cilat komunikonin së bashku dhe kishin sheshin e karrocave, është bërhoritur, mund ta themi për herë të parë në mënyrë zyrtare që Shqipëria është një shtet i pavarur nga Perandoria Osmane në vitin 1912 dhe këtu ngjarje duhet të ketë ndodhur në datat 24, 25, maksimumi 26 nëntor të 1912-s, ku më pas edhe flamuri do të varur edhe në konakun kryesor, por fal këtyre ambasadave, kryesisht asaj austriake, kjo lagje e cila disponon të elektricitet do dërgoj edhe telegramin e parë të pavarësisë së Shqipërisë. Pra, telegrami sipas profesorit Danish Bebenzici ishte telegrami 5505. Ky telegram komunikonte të gjithë shteteve të Europës që Shqipëria më në fund është shpallur e pavarur nga Perandoria Osmane dhe nga ky moment po mblidhen një seri delegatësh të ndryshëm për të bërë reale. Kam lexuar edhe unë se po të ndërpres disa nga këto telegrame, i kam lexuar edhe unë, ato janë në arkivën e Vjenës. Janë të marra, si më thënë, jo nga unë, por nga dikush tjetër, dhe ai, po themi, konsulli austriak, nuk po e quajmë ambasadori austriak, dërgonte telegrame kontit Bertold, që ishte ministri i jashtëm austro-hungarez. Dhe i tregon të gjithë çurinë që nga zbritja e Ismail Qemalit, si kundërshtuan ortodoksët, i tregon me një telegram tjetër para atij telegramit që thot profesori nderuar, i tregon që u do niseshin për në Vlorë 3 që përfaqësonin muslimanët dhe 1 katolikët, që ishte Dom Nikol Kaçori, ortodoksët nuk pranuan, nuk e njohën pavarësinë dhe nuk pranuan. Kështu thot telegrami i konsullit austro-hungarez. Dhe është në arkivat e Vjenës. Po të duash, unë edhe gjej dhe në emision, unë ndoshta do e citoj, dhe vë që e thot, Kuçollahët bile i quan, ortodoksët, nuk pranuan të çendët. Duhet kuptojmë që popullsia ortodokse që ishin në qytetin e Durrësit nuk ishte popullsi në kuptimin avdedashëse. Ishin ortodoks kryesisht që kishin privilegjet dhe vulën nga sultanati, nga prakti i famshëm i Shën Stefanit, Perandoria turke u detyruar që të jepte disa vula tregtare ortodoksëve në mënyrë që të bënin tregtim me Greqinë, me Kroacinë. Durrës fatkeqësisht ishin i vetmi komunitet i cili kishte këtë privilegj dhe magazinat, hapësirat e ballore përballë ndërtesës së lagjes së ambasadave ishin magazina të cilat ishin dhënë me ferman nga sultani i Turqisë. Ishin njerëz që kishin interesa të ngushta të tyre. Patjetër, edhe në, se po të ndërpres, edhe në Stamboll, lagja Fanari, fanariotët ishin ortodoks, dhe ata kishin të drejtat mbi detin e tjerë. Dhe në revolucionin grek, fanariotët, pavarësisht ishin ortodoks, nuk donin që të bëjnë revolucionin grek, sepse hunin privilegjet. Është e njëjta situatë, kuptohet në përmasa më të vogla. Nëse përgjithsojmë shumë, kuptimi që popullsia ortodokse normalisht është shumë e madhe, po flasim për një grup familjesh që kishin interesa shumë të ngushta me sultanatin. Dhe nuk kishin interes që Shqipëria të shpërbashkohej sepse do të humnin edhe licencat e tyre të tregtisë. Nuk është një qasje më tepër fetare, ortodoksie popullsisë. Nëse nuk gaboj, unë në emision do e gjej dhe vë telegramin, po e them kështu një herë me fjalët e mia. Nëse nuk gaboj, nuk isha i përgatitur për këtë, përse mund ta kisha lexuar dhe mund ta kisha gjetur, por po them me fjalët e mia pak a shumë çfarë thot konsulli hungarez. Bile ja nis nga një vapor austriak. Telegrami thot, shkova takova Ismail Beun, që u nis për në Vlorë. Muslimanët të quan 3, edhe i numëron 1, 2, 3. Katolikët quan një përfaqësues. Kuçollahët i quan, me klapa është ortodoksët nga përkthimi nga shqiprimi, nuk pranuan të çonin delegat sepse nuk pranuan një kthim pavarësinë. Është vërtet, është një pjesë e historisë së Shqipërisë. Gjërat duhen thënë ashtu siç janë profesor. Po. Edhe popullsia muslimane deri diku nuk ishte dakord deri në momenti. U deshën klerikët asaj kohe që të lëshonin edhe një seri fetvash
kryesore, pra rregulla që mund t'i quajmë sot VKM, vendime e Këshillit të Ministrëve, ku shpjegohet teologjikisht, shpjegohet në aspektin politik edhe pse Shqipëria të jetë e pavarur nuk do të thotë të jetë anti-muslimane, anti-osmane. Dhe këto ishin të nevojshme për të lëvizur edhe grupet, masat e popullsisë, të cilët deri diku ishin jo të përfshirë në jetën politike shoqërore. Për këtë arsyeshme ishte nevojshme që përfshirja politike e shumë figurave të ndodhte për një kauzë shumë madhore. Fatkeqësisht rasti komunitetit ortodoks nuk ndodhi, por nuk do të thotë që banorë, qytetarë nuk janë ndjerë afër kauzës kombëtare, shumë mund të ndjerë, por më tepër kanë qenë të shtypur nga një seri tregtarësh të cilët kishin super fuqi, licencash edhe monopoli të produkteve. As komuniteti musliman, as komuniteti katolik, as çdo edhe ndonjë hebrej që mund të ndodhi brenda, kalas nuk kishte të drejtë të bënte tregti, vetëm ekskluzivisht ortodoksët. Thash për ishte e njëjta unëpora si linjë, pavarësisht se këtu është më për masa më të vogla, me lagjen Fanari, fanariotët e famshëm. Lagja Fanari kishte drejtat e detit, ishin ortodoks, i kishin marrë nga sultanati. Tani shkojmë tek Hamami? Shkojmë tek Hamami. Pra kjo është rruga, profesore, kjo pak a shumë ka ngelur siç ka qenë me gjithë ndryshimet, nuk është vendor sepse këto historitë e pronave në Shqipëri, po gjunaf, këtu nuk është vendor. Kjo faktikisht, gjithë kjo lagje është bombarduar në vitin 1915. Në vitin 1915, pavarësisht se lufta e parë botërore filloi në 14-ën, Shqipëria filloi të preket nga konfliktet në vitin 15. Vetëm ne të dy, se po ndërpret ne të dy, edhe këto dy të huajet kalojnë te kjo rrugë. Tjerët nuk i vjen mend. Është një interes shumë i fshehur i qytetit Durrësit, nuk ka mungon komplet kjo narrativ kombëtare, historike mbi këtë lagje. Në vitin 1915 një avion do të vijë nga Roma, avionet e parë bombardues të detit, do të dokumentohet njëkohësisht që nga Roma do të komunikojnë me telegram me ambasadat italiane dhe austriake këtu, duke i thonë që të lëvizin nga Hamami, të lëvizin nga lagja ambasadave. Ato ishin gjithë duke pirë verë së bashku, sepse nga i moment nuk ishin më aleat, ai u bën armiq. Një avion i madh bombardues detar italian do të vi dhe do të bombardojë të gjithë lagjen e ambasadave. Shumë nga ndërtesa që ne shohim këtu janë ndërtuar duke ndjekur deri diku edhe në çik modelin italian të viteve 20-30, por gjithmonë duke mbajtur po të njëjtën morfologji. Profesor, kjo pjesa këtu është pronë private dhe ne nuk futemi dot. Pra, ky është fillimi i Hamamit, sepse kemi edhe diellin kundër dhe kemi edhe fenomene të çuditshme atmosferike, shi me diell. Dhe vazhdojnë turistët e huaj, të vetmit edhe mbas nesh tani këto të mbrapa janë italian, kurse shqiptarë vetëm ne të dy, ta thash, ne të dy që mund të quajmë. Sì. Buona giornata. Grazie anche a voi. Grazie. Ndodhemi tek përfundimi i lagjes së konsullatave të vjetra, dykurshme, ballë për ballë me këtë lagje ishte pikërisht pra dhe Hamami. Është dokumentuar botërisht që Hamamet në të vërtetë nuk ishin shërbime qytetare, por ishin banjot romake, nëse mund ta quajmë kështu, të avancuara sipas modelit Osman, në mënyrë që të bashkohej grupe të ndryshme politike, sidomos ato perëndimore, dhe për të folur për politikë, për të folur për vendimarrje në çdo kasaba, në çdo lagje të konsullatave, në zemër të konsullatave ndodhej dhe Hamami. Hamami ishte një banjo, një model, siç e shohim më vonë, modeli të banjove, të socializimit, të shkëmbimit dhe njëkohësisht edhe të banjës. Por kryesore ishte pikërisht shërbimi i socializimit dhe shkëmbimeve, bisedave politike.
Në këtë hapësirë ku ndodhemi ne, ajo çfarë shohim është pikërisht pra kupolën në formë rrethore, e cila ka dritare të ndryshme dhe i shërbente me dritare të ndryshme momentin të ventilimit të ajerit për ta ulur temperaturën në fund të ditës, aktivitetit dhe për ta ulur direkt temperaturën nga avulli, dhe nga kjo tjetër shohim një gurk e cila për dy krahët ka dy puse veneciane, si quheshin të asaj kohe, në Durrës kemi shumë të atili modeli, dhe gurka e zjarrit, si quhen ndryshe. Zakonisht zjarri bëhej nga jashtë, digjeshin një seri stufash ndrysh, dhe brenda ndodhej edhe boljeri i madh, i cili merrte nxehtësinë nga jashtë, sillte brenda strukturës së plumt. Ne futemi brenda, profesor, sepse edhe këtu shtuan. Pra profesor, tani jemi brenda. Jemi brenda tek oborri i hamamit. Tani, pra për ç'a mund thuash nga ana urbanistike për oborrin njëherë, pastaj për hamamin vetë brenda. Se si thash, kushtet atmosferike, diell, shi, të gjitha bashkë në një kohë. Po? Këtu ndodhemi jashtë në pjesën e jashtme të hamamit, sipas dokumentimeve të ndryshme, njëkohësisht edhe nga profesori inxhinier Valter Shtylla, të dokumentuara gjatë viteve 80, që nuk gabohem, këtu ndodhet një ndërtesë tjetër, dy katëshe, shumë herë më e madhe se sa hamami, dhe i shërbente shërbimeve administrative në menaxhim të hamamit. Dhe në rafërsi katën përre këtu ku ndodhen pikërisht pra të kjo zgavja e oborrit, ndodhet edhe një ndër dyqanet në shërbim të hamamit, në cilin shiteshin shumë perfume të ndryshëm, forma të ndryshme kupash për të mbajtur nxehtësinë, çajra, kafe dhe të gjitha ato shërbime të cilat i shërbenin në dobi të luksit, mund ta quajmë kështu, ose të banjës turke. Këtu afërsisht kishte një dritare të vogël, një zgavë ku i shërbehej zakonisht personave që ishin brenda, dhe duhet supozohej dhe mendoj që çdo hamam kishte hapësira të femrave dhe meshkujve. Ndërsa për femrat, ashtu siç është më tepër i përshtatur hapësira, është e vështirë në aspektin social ta dokumentojmë vërtet këtë lëndarje, por në hapësirë fizike kuptojmë që mbase femrat kishin këtë hapësirë këtu, ndërsa meshkujt hapësirën tjetër. Shohim së bashku, sepse është e rëndësishme mbi të gjitha komunikimi i ndërtesës brenda me ndërtesën jashtë. Të gjitha këto janë procese që kishin bëni me atë që quhej edhe nxehtësia e trupit, edhe një si formë saune, mund ta kuptojmë mirë. Është i kujt viti, si më thonë, ose kujt shekulli, pak a shumë i përket. Shekulli 18. 18, pra afërsisht në 1700-ën. Këtë do e thoja, sepse në shekullin 17 ka kaluar Evlia Çelebia, i famshmi, kronisti i famshëm turk, dhe nuk e përmend hamamin. Nuk e përmend hamamin e Durrësit. Përmend hamamin e Beratit, të Gjirokastrës, këto dyja, përmend disa, por të Durrësit nuk e përmend. Ki parasysh që Çelebi, unë e kam lexuar dhe dokumentuar të gjithën, Çelebi nuk ka pasur mundësinë që të futet brenda qytetit. Për vetë faktin se qyteti ishte i fortifikuar. Por ne dim që këtu ka pasur një bajt pak duke filluar nga pra nuk është tek hamamet, nuk është tek hamamet e parë. Megjithatë është evolucion për kohën. Po, evolucion për kohën. Ne shohim së bashku evolucion për kohën. Do të futet të shikojmë dhe brenda. Edhe hartat qytetet e ndryshme të cilat kishin hamamen të gjithë Shqipërinë, kryesisht e shohim dhe brenda. Pra profesor, tani jemi ulur edhe ne si ato konsujt e dikushëm. Unë nuk besoj se do kem kohë për të bërë konsul, po uroj që nuk i dihet, mund bëhesh ti ndonjë ditë, se je më i ri se sa unë. Pra këtu uleshin këtu ishte banjë avulli. Po, këtu ishte dhoma kryesore, zakonisht duhet ishte për meshkuj me siguri. Përballë që kemi ulur ne në formë rrethi pak a shumë përshkrimit të dhomës, ishin edhe vendet ku personat uleshin, dhe në qendër duhet kishte një lagjen shumë të madh me ujë, i cili më pas ndihmonte edhe për larjen e trupit dhe heqjen e djersës pra në kuptimin e saunës. Një saunë, një para sauna, tani sauna është bërë moderne, po banja, thash, ka qenë një evolucion për kohën. Absolutisht që po. Dhe më thënë, për një kohë të asaj periude, duhet mendojmë që ishte diçka shumë e privilegjit,
Fakti që Durrësi nuk kishte ujë termik. Pjesa më e madhe e ujit ishte ujë normal, pra i cili avullohej. Por në shumë qytete të tjera të Ballkanit, për shembull nëse kemi parasysh në Budapest që kanë ujë termik, në pjesën e Budës, ku është edhe pjesa më politike shoqërore e qytetit, ndodhet edhe hamami i shekullit 14, akoma edhe më hershëm, 15, shekullit 15, fillimit 15-s. Dhe është një dëshmi shumë e rrallë. Është një dëshmi shumë e rrallë asaj periudhe. Nga krau tjetër kuptojmë që hamamet normalisht ishin një pjesë e jetës politike, por edhe sociale. Këtu shkëmbeshin biseda deri orët e vona. Tash pra një klub, një klub politik, dhe jo vetëm politik, por edhe klub social, klub shoqëror. Mirë profesor, dalim tek dhoma tjetër? Profesor, jemi tek dhoma tjetër, pra, kjo është Kjo është një dhomë më e vogël, faktikisht sa hapësirë eksplozimi, po edhe hapësirë socializimi, siç e kuptojmë më vonë. Në të gjithë Shqipërinë hamamet ndodheshin në Shkodër, në Durrës, në Prymë, në Elbasan, në Skënderbeq, në Gjirokastër. Para shumë këtu ndodheshin edhe vapët konsullore më të mëdha ndërkombëtare. Kudo ka qenë ka pasur një rol, pavarësisht se nuk ka përdorur familje. Synimi në vetë është synim ndërkombëtar, ka synim afër diplomasive, afër konsullatave dhe afër shërbimeve ndërkombëtare. Një ndër teknikat më domethënë siç e kuptojmë periudhën osmane është pikërisht çarkia e parafabrikuara. Çarkia zakonisht bëheshin me plumë në formë gjysmë rrethore dhe më pas montoheshin sipër në pjesët e sipërme të ndërtesave, zakonisht me vinça, në persinë e lashtë njëherë bëheshin edhe me elefant. Siç dëshmohet edhe puna e arkitektit, Sinan arkitektit, por në rastin e Shqipërisë gjithmonë me çarkik të gjëra, me çarkik të mëdha, të kombinuara me atë që ishte krenaria e arkitekturës osmane, kupolat e vogla të bashkuara. Nëse në Itali tentohej të bëhej një kupolë e madhe, në vendet asiatike dhe Turqia sidomos kishin kuptuar avantazhet e parafabrikimit dhe të montimit. Dhe kjo gjë bënte që të ndërtonin shumë banesa një herësh në mënyrë të shumë shpejtë. Në dim që ai në Shkodër deri diku duket ka përshtypjen që do të jetë i bërtisur, ai Gjirokastër nuk e kam parë personalisht, në Lezhë është aktual, por nuk është i restauruar, në Elbasan është kthyer në një lokal. Dhe në Skënderbeq ka humbur kryesisht pjesën e historisë, ndërsa në krye është pjesën e sipërme të Kalas, afër Teqes, në pjesën jugore të Kalas. Kjo është dhoma. Tjetër dhe është dhe një dhomë, pastaj kohë dhe do ta shohim edhe atë. Futemi e shohim edhe atë. Kjo duhet ishte hapësira e socializimit. Mendohet që kjo pjesa këtu ku ajo që ju përmendet jashtë. Pra i shërbej të njerëzve, si kabare. Po, eksakt.
mund të kemi kafe, çaje, perfume, kupe të ndryshme, dhe ishte veti kusht edhe vendet anash për të pozicionuar të gjithë perfumet, sapunat të ndryshme, dhe këtu mendohet që mund të që jo mendohet, por deri vonë është dokumentuar që dera reale e hamamit ka qenë nga krau tjetër, dhe sa dera tjetër ishte vende për meshkuj. Ka duhet kishte një ndasi të fortë në mes kësaj hapësire dhe hapësirës tjetër. Normalisht mendohet që mund të ketë qenë edhe masë me ornamente, në krahut e kupolës, me bizantine, në forma nga më të ndryshme. Mirë, shumë dhe këtë damë tjetër. Hajde, profesor, ku të një mirë të shqiptojnë. Pra të shemi të kjo doma e vogël, ku është të kjo si vast, profesor? Pra doma është diçka më e vogël se sa doma tjetër. Mos ka qenë për gratë, apo s'ka bëjtë? Mos ka qenë për gratë? Gjithmonë besoj se duhet të qenë për gratë, në mendimin Ose personal. unë për femrat, pra, ndoshta këtu kanë një femra dhe meshkuj. Po simptomatik ishte për meshkuj dhe ndame, pra kjo duhet kishte qenë më dedikuar për grupe më të vogla normalisht personash. E prandaj në shkruan unë them mos ka qenë për femrat. Ndoshta ja pus dhe kote. Tashti, duhet kuptojmë që hamami normalisht është i përbërë nga dhoma të ndryshme me temperatura të ndryshme. Normalisht edhe ndarja qinore është ndër parësore, normalisht sepse ka të bëjë me çveshjen e trupit, ekspozimin e tij, dhe normalisht të gjithë hamamet ose në ditë të ndryshme përdoren orare për meshkuj dhe për femra, zakonisht komunikohen me anë të peshqirit, me ngjyrën e peshqirit që ishte jashtë tek dera, por kjo nuk do të thotë që në të njëjtën kohë mund të shërbente edhe për meshkujve edhe për femrave. Kjo është gjithmonë për të dëshmuar, vetë Edi Durham ka dokumentuar hamamin, ka folur për atë, atë si një hapësirë e rëndësishme edhe politike për qytetin. Grup social, jo vetëm politik, po edhe social, strategje të anë, stresat shoqërore. A shohim mirë po nga profesor, hajde profesor. Atëherë profesor, jemi kjo është vasti ta shumë, po. Është një vask, normalisht vaska është e mirë, është cilësisë mirë, por njëkohësisht kuptojmë që është një vask e cila vërtet përfaqëson të dushin, jo siç fundamenton sot ka dushin që me ujë që hedhin. Kuptojmë që një proces i tillë zakonisht në një herë nuk kuptonte edhe mbështetjen. Do të fjalë për mesjetën profesor, në atë kohë ishte luks të kishe ujë, jo të lahesh në dush. Ishte luks, ishte ai që kishte ujë. Zakonisht kjo mund të shërbente edhe si një hapësirë me sa pllake të ndryshme, ku personat që uleshin normalisht pastroheshin dhe bënin një dush. Në Evropë, pra, po themi edhe këtu tek ne, ndërtohesh afër Lumeve ose afër liçene, aty ku kishte ujë. Qyteti Durrësit nuk është shumë i pasur me ujë, ujë me ujore, kujtet deri në vitet 60-70, këto që vinte me tren nga Durrësi kishte edhe shitës me damigjan të mëdhenj që kaloshin dhe shisnin këto qytetarët e Durrësit. Ja, po ka qenë në kavaj, boshin më shumë kavaj, që pa jo përndu kavaj, se ato shiqin deri vonë, më me nuk. Ku banohet e Durrësit. Është shumë kishë ku deri kavaj. Në lëndë dhe trenin kavaj, shiqin ujë me bota. Në Durrës nuk e mbajnë. Kjo ka qenë edhe realitet edhe për Durrësin. Kemi fotografi të vjetra të viteve 10-20, ku damigjan plot mbushin shishin i liria, që ishte përballë bashkisë dhe qytetarët që rrinin dhe shesin damigjanët me ujë. Dikush ishte diku më i pasur, ishte bidona të mira, dikush kishte shtama. Po ato shtama gatruve që kanë qenë. Ishte pjesë e taktisë tek uji. Normalisht ishte diçka e kushtueshme në kuptimin e mirëqenies shëndetësore dhe publike. Besoj që pak a shumë i thamë gjë nuk e di, një gjë për të shtuar, profesor? Të shkruar jo për momentin akoma, shpresoj të ardhmë të shkruaj diçka. Është shumë e rëndësishme, por gjithmonë në lidhje me rolin politik dhe social të qytetit. Asnjëherë të shkëputur si një funksion këtu kanë qenë Këtu ka qenë, po themi, qendra ku këta mbledheshin, sepse në atë kohë nuk ishte kinema, nuk ishte Durrësi, s'kishte teatr, s'kishte opera, ku do mbledheshin tek hamami, s'kishin ku mbledheshin tjetër. Mirë profesor, gjithmonë është kënaqësi. Merci, edhe. Faleminderit.